Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 6. Data 6, një ditë mjaft e rëndësishme të datës 6 mars të 2026, ku shumë gjëra ndryshojnë, shumë gjëra arrihet. Por vallë, çfarë na ndikon data 6? Data 6 është një ndikim shumë i mirë dhe një çështje që mund kemi lënë peso në fushën ekonomike financiare në lidhje me ndryshimet të mëdha që vijnë, sepse dita e premte është edhe dita e ndryshimeve të mëdha që ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me karrierën, por dhe disa çështje të ngelura pezull në fushën e punës ose një kontratë pa plotësuar, të gjitha këto ndikojnë në këtë drejtim. Por vallë, cilat shenja janë ata që u japin mundësi prioritet në fushën e karrierës apo të dashurisë, duket se kemi shenjat e zjarrit. Dashi, që ka të bëjë një ndikim shumë të mirë në fushën e karrierës, kemi të shenjës së luanëve ku dokumentacionet, takimet që kanë të bëjnë, mundësit të arta që vijnë, e kanë mundësin. Shqiptarët duket se ekonomia, dashuria janë në zenith, pra janë në majtë të gjithçkaje që kanë të bëjnë në dy anët, është momenti dhe koha. Por para se të fillojmë parashkimin e 12 zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diaspor dhe në kërkim të parashkimit të detajuar. Atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodh shkataria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për katës së blerjes, atëherë jeni gati që të dërgoni mesazhe dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Për sa i përket për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti, jemi live, dhe juve doni të dërgoni mesazh. Atëherë, duke dërguar mesazhin, kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas dërgoni mesazhet, sepse jemi live, jemi drejt për së drejti çdo të mërkur. Çdo të mërkur në orën 20. Dhe për juve që doni të bëni një abonim momental, do të thotë pyetje-përgjigje, se si kemi këtë butonin këtu. Pra, membership, klikojeni. Ju hapet një dritare dhe atje pastaj mund të dërgoni të dhënat e juaja dhe të dërgojmë direkt mbi ditët e mira, ditët e vështira të muajit ose të javës ose gjëra që kemi në pozicionin e planeteve, të këndëve që bëjmë planetet për juve personalisht në privat. Pra, kemi këtë butonin këtu. Provojeni se ku i dihet se gjërat e mira do të jenë lira. Funksionon apo nuk funksionon? Hidhni një sy. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Përsa përket shenjës së dashit, me qenë se ndikimet, favorizimet, mundësitë që vijnë, kanë një ndikim shumë të madh, sepse pikërisht data 6 kemi afërditën, siç është dita e premte, që kalon afërdita në shenjën tuaj, dhe kjo do të thotë një ndikim shumë mirë, duke na bërë me entuziazm, impulsiv, duke nxituar në çështjet e dashurisë, të financave. Ktu përfitojnë të gjitha shenjat, por më tepër janë të ndikuara dashi, luani, shqiptarë që do të jenë më të favorizuar në lidhje me këtë çështje dhe me kuptimin e ndikimeve të mëdha dhe e mundësive të arta që vijnë. Prandaj mund të shikoni se çfarë do të bëni. Në dashuri, duket se me gaforët e dishit parë, me bricapët e dishit të tretë, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, rrezatuese dhe mundësi të arta që janë të shenjës së demit. Dem të dashur, duket se juve keni një mundësi, duke pasur parasysh guvernatori juaj, afërdita shkon në shenjën e dashit sot, ditën e ditë pare që bën parashikimet. Por në ndikimet dhe në favorizimet që kanë të bëjnë, është momenti dhe koha më e mira e mundshme, më stabilizuesja, konkrete në ato që bëni dhe konkretizimi i një lidhje afatgjat dhe një kuptimi që ka të bëjnë, sepse çdo gjë rregullohet, stabilizohet, mundsohet në fushën e karrierës, fushën e ndryshimeve të mëdha dhe të momenteve që juve keni. Është një kohë shumë përcaktuese për atë që bëhet, sepse edhe puna dhe karriera, ndryshimet dhe vendime që mund merren në anën tuaj, është mundësia shumë e artë në ekonomi, sepse demi gjithmonë është një hap para asaj çfarë ndodh, një hap para asaj çfarë realizohet. Në fushën e dashurisë duket se me peshore dhe me bricap të dishit të parë është periudha më ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë binjakët. Binjakët të dashur, nëse keni mundësinë
ose periudha që ndodhin shumë gjëra, çështje fenomenale, ekonomike, financa, biznese, gjëra të mëdha që keni, sepse binjakët duket se tani për tani jo se kanë problem, ose i diçka nuk shkon dhe prishin disa ekuilibra në lidhje me ekonominë, në lidhje me takimet dhe vendimet që mund marrin. Jo, vendimet i marrin dhe është koha e tyre, sepse nga njëra anë kanë ndryshimin e madh, mundësitë e arta që vijnë, kurse në anën tjetër kanë edhe kohën që do të ndryshojnë në ndikimin e madh dhe pozicionimin e planeteve, se ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me stabilizimin, ka të bëjnë me konkretizimin e lidhjeve afatgjatë dhe të periudhës që ata kanë. Por në anën tjetër kemi të bëjmë shumë me çështjet që lidhen me ekonominë dhe stabilizimin e saj, ka të bëjnë shumë me një bashkim në lidhje me punë kontrata të rëndësishme që mund keni, bashkëpunime me persona të tretë, me luan dhe me peshkësh, aja dhe zhëja, kurse në anën tjetër në dashuri keni me akrep dhe diçit të tretë. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, një shenjë që suporton, rrezaton, mundëson periudhat dhe kohën e ndryshimit të madh. Vendimi që merret në kohën e duhur. Periudha që juve keni, stabilizimi konkret. Çështje që kanë bëjnë me ekonominë, kanë bëjnë me stabilizime, kanë bëjnë me takime të një pasnjërshme që lidhet, por gjithashtu është edhe një periudhë tani, një periudhë mjaft ndryshueshme dhe shumë korrekte nga ana juaj, sepse gaforet gjithmonë janë një hap para se çfarë ndodh dhe koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë aspekt dhe periudha do që juve të jeni në mjaft të ndikuar në fushën e karrierës suaj, por në dashuri duket se me dashë dhe me peshore është një kohë mjaft e mirë dhe tepër pozitive në gjërat që doni të bëni. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që ka reputacionin edhe vizionin për të ardhmet afërt shumë pozitive, që ka janë luanët. Luanë të dashur, nëse juve jeni, keni, mundsoni, rregulloni, stabilizoni në lidhje me punën tuaj, në lidhje me karrierën tuaj, në lidhje me ndryshimin e madh që vjen. Është një periudhë tani, është një periudhë mjaft e mirë, solide në gjërat që doni të bëni, në jeni shumë korrekt me atë çka ndodh në ekonomi, sepse ndryshimet dhe stabilizimet që juve keni, dhe si nga ana ekonomike financiare, si nga ana e bizneseve, sepse lidhet shumë me biznesin, por në anën tjetër keni dhe kohën e duhur në çështjet ekonomike financiare. Gjithashtu është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, sepse zhvillimet në lidhje me punën tuaj, lidhje me karrierën më tepër, sepse është ajo që lidhet me ekonominë, lidhet me stabilizimin, konkretizimin e lidhjeve afatgjatë që i them unë gjithmonë dhe juve keni një mundësi të tillë, sepse koha ka treguar që juve jeni me fat në këtë aspekt, i keni mundësi të përzgjidhur problematika të ndryshme dhe gjërat që janë koherent me ato çka bëni, koherent me ato çka juve jeni dhe është një moment shumë pozitiv dhe shumë i artë. Prandaj bini pas, mos ma lini pas dore. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dashjet e diçit parë, me shqetëtarët e diçit tretë, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ndikuese, një shenjë toke që do thotë Virgjëresha. Për Virgjëreshën, në fakt Virgjëresha duket se kjo periudhë është një periudhë që do të ndryshojë shumë gjëra në fushën e punës së vet, një takim, një bisedim që do të keni në fushën e ligjit, në fushën e ndryshimeve që do të keni tani tutje, është në të mirën tuaj që të shikoni gjërat më në vijim, me kujdesin më të madh, në ekonomi dhe në stabilizim për të zgjeruar edhe punën tuaj, sepse në disa fusha është zgjerimi i horizontit tuaj, sepse juve keni disa plane shumë të mira në ekonomi, sepse dhe ndryshimin që do të keni tani tutje lidhet shumë me punën tuaj aktuale, lidhet shumë dhe me një biznes, sepse ndikimi i Mërkurit në shenjën tuaj që është governatori juaj, ju ndihmon jashtëmase në fushën e biznesit dhe të karrierës. Në çështjet e dashurisë duket se me britsjat është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshoreve. Për sa i përket peshoreve, megjithëse peshorët duket se koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë aspekt, i keni të gjitha mundësitë mbi zgjidhje të problematikave, mbi zgjidhje të çështjeve ekonomiko-financiare, një nga momentet që janë tani e tutje, ku pozicionimi i planeteve, periudha që ndodhin fenomenet për një mirë arsye, ju i keni dhe gjërat që do të ndikojnë, do të diktojnë në anën tuaj, por dhe ana tjetër pozicionimi i planeteve që bën që juve të jeni shumë korrekt
në ekonomi, shumë korrekt në punë, shumë korrekt në zhvillime dhe ndryshime. Në disa çështje të tjera që nuk ka vend për të shqetësuar, që është me ujor të 10 diqit parë dhe me luan të 10 diqit tretë që është perfektja, po një kujdes të veçantë do të bëni me dash të 10 diqit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepit. Meqenëse akrepët duket se tani në këtë periudhë e kanë disi jo në dilema, se dilemat janë në anën tjetër të pozicionimit të planeteve, por meqenëse kjo periudhë është periudha ku gjërat ndryshojnë, diktojnë, rrezatojnë në anën tuaj, por dhe mundësi të arta që kanë të bëjnë në këto fusha dhe është një mundësi shumë e mirë dhe pozitive në ndryshime të mëdha, pozitive në ekonomi, në lidhje me marrje vendime të rëndësishme, sepse kjo periudhë është periudha juaj, është momenti i gjërave të mëdha, sepse ka të bëjnë në ekonomi, ka të bëjnë në stabilizime dhe në ndryshime. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me luantët e diçit parë dhe ujorët e diçit të tretë është një periudhë mjaft e mirë dhe solide në atë që doni të realizoni. Dashuria që keni pasur probleme është me luantët e diçit parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e shigjetarëve. Për sa i përket shigjetarëve, meqenëse shigjetarët duket se tani në këtë periudhë, meqenëse kjo periudhë është periudha ku do të ndikojnë dhe do të rregulloni disa gjëra mjaft të rëndësishme në lidhje me takime pune, në lidhje me disa gjëra që janë shumë të rëndësishme mbi punën, mbi karrierën, mbi vendimet dhe ndryshimet të mëdha që keni, por është një moment shumë i mirë sepse shigjetarët nga njëra anë ndikojnë, diktojnë dhe marrin vendime të rëndësishme, në anën tjetër kanë dhe mundësinë e artë në ekonomi, siç thamë në fillim të emisionit, ju ndikoni jashtëmase dhe keni shumë përfitime dhe shumë gjëra të mira në pozicionimin e planeteve dhe në kohën e duhur. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me ujor dhe me virgjëresh, duket se është jeta juaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë bricjapi. Për sa i përket bricjapëve, bricjapët të duket se sado që ata mundohen shumë, kanë ato rregullat e tyre, por nga njëra anë mundohen që të jenë shumë korrekt me punën, shumë korrekt me atë që ata nisin dhe betisin, por në anën tjetër kanë dhe momentin e duhur për punën dhe për karrierën, por dhe ndryshimet e tjera që do të vinë gjatë ekonomisë, sepse ekonomia është baza, gaforet kanë ndikim shumë të mirë dhe duke pasur parasysh bricjap gafore për bashkëpunime, do flitet shumë dhe është një moment shumë pozitiv dhe tepër ideal në ekonomi. Në çështjet shpirtërore, duket se me peshorët e diçit parë, me dashjet e diçit tretë, përgatitoni se ka diçka shumë të mirë, fejes ose një njohje të kthehen lidhje serioze, është momenti i duhur. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorëve. Meqenëse ujorët duket se tani në këtë periudhë, edhe pse kanë pasur probleme, kanë pasur gjëra që në vendime që marrin ose në çështje që kanë në një farë mënyre kanë dhe momentin e tyre në lidhje me vendime që marrin ose në kohën e duhur për ekonominë, për stabilizimin, për çështjet që kanë të bëjnë anën e tyre për 1000 arsye, sepse koha ka treguar që juve jeni me fat dhe kjo do të thotë që çdo gjë shkon mbar, çdo gjë arrihet për arsye të punës, arrihet për arsye të vendimeve, kjo është pak ka shumë ideale dhe koha tregon që i keni gjërat me fat dhe është dhe momenti juaj më i mirë i mundshëm mbi stabilizimin dhe ndryshimin. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dashjet e diçit parë, me ujorët e diçit tretë që është perfektja, nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim, por është një moment mjaft i mirë tani ku kjo periudhë është periudha juaj dhe periudha më e mirë dhe më pozitive në vazhdimsi, sepse korrekte që jeni juve me punën, ka dhe diçka shumë të madhe që do të ndikojnë. Në dashuri është me luantët e diçit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për sa përket shenjës së peshqeve, duket se peshqit kanë atë mënyrën e komunikimit, vendimeve që ata marrin në kohën e duhur, është një mundësi mjaft e mirë, një mundësi e artë në financa, në biznes, lidhet shumë me anën e biznesit dhe të karrierës, por në çështjet e tjera që do thotë me bricjaptë dhe diçit parë dhe me gafore kanë një mënyrë komunikimi shumë të mirë, ose një dokument që e marrin çështjes së peshqeve e presin me padurim, një pasaport, një dokument, një diçka ose lëvizje nga një vend tjetër. Por ca lajme pune e kanë dhe mundësinë që ata mund ta rregullojnë, kurse në fushën e dashurisë duket se ka të bëjnë me virgjëresh dhe me shigjetar të diçit parë. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 6 mars 2026. Pas të ndajmë bashkë, nuk kujtoj edhe një herë, por ju që interesoni për parashikime të detajuara, astrologu.al. Pikërisht kjo faqja roz, shkoni tek sekretaria,
atje klikoni dhe pastaj duke klikuar zgjidhni paketën, jeni gati pastaj të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve dhe doni që të dërgoni mesazhin, atëherë çdo të mërkurë në orën 20:00 është pikërisht ky butoni këtu. E klikoni, ndiqni hapat, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhet dhe për të marrë drejt për drejt përgjigjen. Por gjithashtu, për juve që dëshironi më tepër në pyetje përgjigje, më tepër informacion, atëherë kaloni tek membership. Është ai butoni që shkon aty. Ja, pra pikërisht ky butoni këtu. E klikoni, ju hapet një dritare, aty mund bëni një abonim të thjeshtë dhe direkt pastaj mund dërgoni të dhënat dhe neve ju dërgojmë nëpërmjet WhatsApp, nëpërmjet gjërave që ju doni në email, ju dërgojmë të dhënat personale për juve në lidhje me datat e mira ose të vështira ku duhet pasur kujdes në muaj, në javë, në ditë ku juve e kërkoni dhe dëshironi. Një rrotulla, gjithë mirat.